cilët janë kushtet e muezinit. Para se ne të flasmi për vlerën e ezanit, kushtet e muezinit për qenë ezani pranuar, ai që e thërret ezanin duhet me qenë musliman. Pra nëse shpreh dëshirë, me thirr ezanin një jo musliman, nuk lejohet. Po nëse e thirr, duhet të përsëritet. Për shkak se ezani apo thirrja e ezanit është ibadet. Dhe nuk është ibadet i pranuar nëse thirret ezani nga jo musliman. E dita të jetë moshk, nuk lejohet që ezani të ngritet nga femrat. Nuk lejohet që ezani të ngritet nga femrat në veçanti në prezencën e burrave të huaj. E pastaj kanë bën khilaf dietarët. Nëse gratë falen me zvet, me xhamat, a ju lejohet atëre të falen me xhamat apo jo? Transmetohet nga Aisha, e cila ja falte grave namazin dhe i printe ajo, pra dilte imam, vetëm se ndallim me burrat që ndronte në mes të safit. Përse që ndronte Aisha mes safit? Për çka se mos t'i përngjan burrave që gruaja ka drejta t'i prinë në namaz. Mos a vjen dikush me na nxjerr deri femën dhe me thonë se ki e drejta ti dilsh imam. Pra nuk ka drejta femra t'i prinë me shkujve në namaz. Ka drejta femra t'i prinë në namaz grave. Pra nëse ato e falin namaz me xhamat, a kërkohet nga ato që ta thirrin ezanin dhe a kërkohet nga ato që të këndojnë ikametin? Khilaf kanë bën dietarët, pasi që kanë rënë ujdi të gjithë se nuk e kanë obligim as ezanin as ikametin, me argument që transmetohet nga Abdullah ibn Omeri, i cili thot se nuk është kërkuar nga gratë, nga gjenia e femrave, që të këndohet ezani e as të thirret ikameti. Mirë, po transmetohet nga Aisha, e cila kur i ka pri grave, e ka thirr ezanin dhe e ka këndu ikameti. Pra ne muj me ndal në konkluz që lejohet që gratë të thirrin ikametin dhe të thirrin ezanin me një kusht, që mos të jetë zani ngritur, që zanin e tyre ta ndëgjojnë meshkujt apo burrat, në veçanti ezanin, ndërsa ikameti normal se thuhet me ton më të ulur. Për këtë arsye, nuk kërkohet nga gratë as ezan e as ikamet. Po nëse e bojnë, u lejohet dhe nuk ka telashe, inshallah. Nuk lejohet që ezanin ta thirr fëmiu i vogël i cili s'ka mundësi t'i dallon shqiptimet apo shqiptimet të cilët i shqipton ai. Pra spaku duhet jetë 7 vjeçar. Spaku duhet jetë 7 vjeçar. I thojnë tjetë ehlu të mjiz, që mund të dallon ezanin për ikametit dhe mund të kupton se çfarë do të thot ezani. Amo a lejohet fëmiu apo i riu mbi 7 vjet të thirrë ezanin? Lejohet. Nuk ka të ndaluar. Argument për këtë se transmetohet një djalosh i ri i cili thot, Abdullah ibn Ebi Bekr, i cili thot, e kam thirrë ezanin pranë Enesit. Enes ibn Malik, shërbëtori i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kam thirrë pranë Enes ibn Malik ezanin, edhe pse s'pata in moshën madhore. Pra sa kusht me in moshën madhore për qenë ezani i pranuar. Gjithashtu, ai që e thërret ezanin preferohet që të jetë i drejtë dhe mos të jetë njeri i shfrenuar. Dhe nuk lipet ezani nga memeci. Pra nga memeci nuk kërkohet që të thirr ezanin. Çfarë cilësi duhet të ketë muezini? Muezini duhet të jetë besnik, i cili nuk e thirr ezanin para hyrjes kohës. Pra duhet ta dinë se kur i hi koha e namazit dhe mos të lejon ai asesi. Mos ja lejon vetës së tij për shkak urdhave që kanë ardhur pi lart që ta thirrë ezanin,
para hirjes së kohës së namazit. Nga se këtë besnikëri që ja ka përshkujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe duan që e ka bon për ta do ta humb nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Preferohet gjithashtu që ketë zonë të lartë dhe të bukur. Preferohet ki njeri gjithashtu që të ketë abdes. Mirë po, nëse e therë e zonin pa abdes, e zoni është i pranuar. Nga se nuk është ka kushtet e pranimit të e zonit të jetë me abdes edhe pse preferohet që ketë abdes. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka thonë njëri selam, si ja ka kthi selamin pejgamberi Allahut. Ka shku te një mur, ka marrë tejemum dhe pastaj ka kthi selamin. Dhe i ka thonë ke njeri pejgamberit Allahut, pse s'ma ktheve selamin? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se kam pëlqi që ta përmeni Allahun azza wa jall pa qenë pa abdes. Pra nuk pëlqejet që të thirret e zoni pa abdes, edhe pse lejohet. Preferohet muezini gjatë thirrjes së ezonit të kthehet ka kibla. Nga se Bilali kur e thirrte ezonin u kthente ka kibla. Dhe preferohet muezini që gishtat tregues të ishin në brendësin e veshëve, ndërsa gishtin e madh ta vund të tuli i veshit. Këto tre gishtat tinon mbi vesh. Për shkak se kur ti mbyll vesht, ngritet zoni më lart. E sa më lart ngritet zoni është më i preferuar. Dhe ta thirrë zonin kur e thirrte Bilali apo muezinët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e thirrshin ma shumica prej tyre e thirrshin e zonin me ndërprerje. Do thonë një nga një. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tash parashtrohet pyetje. A na lejohet neve që ta thirr me zonin kështu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pra tu dihet më njëherë lejohet. Edhe pse më e preferuar është që thirret një nga një. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pastaj kur arrishin te hayya ala salah, e si që kishin trupin kthir kokën, si që kishin kthir ka kibla, e ktheshin nonën e gjatë. Hayya ala salat, hayya ala salat, hayya ala falah, hayya ala falah, hayya ala falah. Pastaj drejtohej ka kibla prap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. E tash, kohën e mikrofoneve, tash që jetërin për mikrofon. A preferohet na që të kthejmë gjatës dhe majtës? Nëse mikrofonet i kena për para, atëre nuk preferohet që të kthejmë gjatës dhe majtës. Për shkak se qëllimi i kthimit gjatës dhe majtës, që shpëndohet zoni që ta ndëgjojmë sa më shumë. Ndërsa tash mikrofoni nëse kena për para, dhe nëse kthejmë gjatës, ndëgjohet më pak. Qëllimi është më ndëgju më shumë. Ndërsa nëse e thirrmi apo e thirrmi e zonin pa mikrofon, apo mikrofonin e majmë dorë, atëherë preferohet që koka të kthehet nonën e gjatë dhe nonën e majtë gjatë shqiptimit hayya ala salah, hayya ala falah, siç e thirrshin muezinët në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye thot Allahu azza wa jalla në Kur'anin e Kerim: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." A ka njeri më i mirë se sa ai që tharret drejt Allahut? Aisha transmeton në komentin e këtij ajeti, thot i ka për qëllim muezinët. Allahu azza wa jalla i lavdron çdo njerëz, ata të cilët tharasin drejt Allahut. Kush janë ata? Të parë që i përfshin këtij ajet Aisha, sipas Aishës janë muezinët.
thot ma tregoni dikan që është më i mirë se sa ai që thërret tek Allahu. Kush janë ata që thërasin drejt Allahut? Janë muezinët. Gjithashtu transmeton Abdurrahman ibn Ebi Sa'sa, i cili thot, transmeton nga Ebu Sa'id el-Khudri radiallahu an, i cili ka thonë, unë po të shof se i donë dhenët dhe i donë shketinën. Thot, nëse je me dhenët e tua, duke i kollod në për shkretira, thot, thire e zonin, dhe ngrit e zonin sa më lartë, nga se nuk e ndëgjon zonin tanë, zonin e muezinit, gjin, njerëz, apo ditë tjetër, vetëm se dëshmojnë ditën e kiametit. Dhe thot Ebu Saidi, këtë e kam dëgju nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra Ebu Saidi tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, po qoftë që i don dhenët, pra mi dash baktit dhe dhenë, duke është e urrejtur në islam. Përkundrazi, mi dash dhenët në kohën e fitnëve dhe me dal me to, është e preferuar. Thot, nëse je me dhenët e tua, nëse je në arën tonë, nëse je në punën tonë, ku të vjen e koha e zonit, ku të vjen e koha e namazit, thot, thire e zonin, dhe ngrit e zonin, sa më lartë, nga se nuk ndëgjon e zanin tanë, një gjin, apo një njeri, apo një sende ngurt, e vetëm se do të dëshmon për ti, çka do të dëshmoj? Do të dëshmoj për një shmërin të uhidin tanë ditën e kiametit.